Genial, virtuoz, tituj, përgjegjësi, aftësi, ambicia, karrierë e suksesshme. Genial, virtuoz, tituj, përgjegjësi, ambicie, karrierë e suksesshme, motivim nga pasioni, triumf i vlerave njerëzore. Alfabeti jetësor i një mjeshtri. Alfabeti jetësor i një mjeshtri. Alfabeti jetësor i një mjeshtri. Më pëlqen të jetoj në kokën time, sepse atje të gjithë janë të mirë dhe të pafajshëm. Sa po fillon të integrohesh në botë, kupton se njerëzit janë krijesa të liga dhe të këqija. Ata ndonjëherë janë më të këqij se zombit. Njerëzit përpiqen të të shtypin shpirtin dhe të të shkatrojnë lumturinë. Por zombit thjesht duan të të prekin pak trurin. Mirëmbrëma, mirë se po qëndroni me alfabeti një mjeshtri. Nuk prej dot, Prit pak. Se je djalë inteligjent, pse nisa këtë hyrje, kam ndonjë tokë fjalësh aty që të shkon që të rri mirë për shtat. Kush ngacmoj? E disha më ngacmoj. Po. Më ngacmoj e gjitha, sepse jam totalisht kundër pjesës parë. Në kokën time nuk ka vetëm ëngjëj. Ka edhe demona, kupton. Të sugjeroj të shikosh një serial anime, The Midnight Gospel. Po. Është një tip i cili i shpëton disa zombive. Është një tip në anime gjithmonë që lufton zombit, e shikon atë botën me luftë, ke vrarë, por edhe një moment të episodit parë atë e kafshojnë zombit. Po. Dhe mënyra se si ai zgjohet pas kafshim, transformohet, e shikon botën me lule. E shikon botën me ngjyra. Pra bota e zombit, në realitetin e zombit, është shumë e bukur. Por? Në qoftë se neve futemi në botën e një psikopati, në qoftë se gjithë bota do ishte me psikopatër, anormale do ishim neve, smundje do ishim neve, që mendojmë racionalisht. E mira dhe e keqja nuk ndahen dot kurrë, sepse janë, si thua, janë plotësit njëra tjetrës. Nietzsche thot një shprehje shumë të bukur që rënjët e genialitetit e të mirësisë janë të zhytura thellë në errësirë. Pra nuk mund të kuptosh dritën ti pa u zhytur në errësirë mirë. Kush thotë që është iluminuar, është ndriçuar pa errësirën, pa asnjë lloj gjëje tjetër, është në raste më të mirë është një mashtrues ordiner, kupton? Sepse dhimbja është muza më e madhe. Edhe imja, dhimbja, domethënë podcasti im merr një jetë nga dhimbja. O prit njerëz, u futem më njëherë në tripa, do ndalojmë pak se dëgjuesi po thot tani kush është ky tipi që filloi më një herë të njohim mos. Të njohin thua? Po njohim nga zëri. Se kush jeti? Po nga zëri, Shpend Gashi. Shpend Gashi për te kësaj. Nuk më lejove që të bëja një interpretim timin për mënyrën se si të shohun Shpendin për podcastin. Unë do shkoja ke truri, kisha qëndrimin fillestar. Ti do të jesh Shpendi i cili derivon edhe çon burimin atje ku do të je. Po. Ashtu, po pse më kështu janë rregullat e lojës? Ne jemi bashkëtar, jemi bashkëlojtar. Apo ja. Ideja është domosdoshmë që neve si skuadër do të arrijmë finishin me sukses. Po se si? Se qysh se tek ja lëm lojë. Çfarë pozicionesh kemi neve në fushë? Nëse ty të duhet të jesh portier, do bësh portier. Faleminderit jo. Sot jam sulmuese i dashur Shpend, kështu që më thuaj pak si duhet jetë truri i një burri i cili ka talent. Si është truri jot? Kjo është pyetje shumë e bukur faktikisht, si është truri im. Truri im funksionon me ngjyra. Atë pse s'duket kështu. Nuk mund t'i përshfaqesh dot ngjyrat në realitet gri. Çdo ngjyrës është e gri atje. S'ka nuanca gria, është gri është. Me çdo ngjyrë që ti mshosh, ajo do përforcojë të zezën, është bezdisëse, se ti merr vesh edhe se vjen nga bota e artit. Pra, çdo lloj ngjyre që ti shtosh gris, thjesht do përforcosh zezën. Ka disa njerëz pse s'blen një gomë? Ti sa që thjesht do kisha bler gjithë gomat e botës për të fshirë gjithë mizerje që na rrethon neve, jo vetëm në Shqipëri, por kudo nëpër botë, kupton? Po nuk çeka çështje gome. Është çështje ndërtimit një mentaliteti. Edhe mentaliteti vjen tek individi. Individi fort. Jam mësuar rregullat gabimeve, shoqëria, society, të gjithë bashkë jolla. Nuk ka identitet shoqëria, turma nuk ka identitet. Ka numra, ka sasi, po nuk ka cilësi. Është një shprehje Shpend që thotë, është jetë një burri, janë totalisht të kundërtat e asaj çka i bën profesionin e tij. A të qëndron kjo? Po, shumë. Sepse nga që më preke pjesën e ngjyrave, të jemi sinqert, spunto
e fundit ishte kur po dëgjoja një ditë në emision, unë e them shumë hapur, konsideroj kolekt, konsideroj djalë me shumë vlera, edhe besoj që është nga ato formatet shumë sinqerta që ke qef ti dëgjosh, qëndrosh gjatë, nuk lodhesh edhe pse formati yt ka orë të tëra, por asnjëherë nuk është monoton. Ke gjithkohë skërshërim për të mësuar, edhe ku ka më mirë se sot në këto televizione boshe, në këto emisione thelbi është argëtimi, një argëtim i cili të dëmton, është një argëtim i pashëndetshëm dhe i yt është autentik sot. Edhe unë falenderoj që e ke zbukuruar ekranin, median sociale me gjithë çka bën. Unë gëzohem që u njohëm bashkë, s'do ta bëj kështu tani si qok, po nuk është qok, se mos di të bëj qoka. U njohëm bashkë, po njoh një tjetër shpirt bukur, pse jo. Qëllimi i jetës time, unë kam thënë edhe te podcasti, është të vdes i lumtur. Domethënë unë i kam dhënë këtë lloj kuptimi fatalitetit të iluzionit që neve jemi të dënuar në thonjza për ta jetuar. Sepse kur e mendon, thua për çfarë po e bëj gjithë luftë, kur unë mund të vdes 7 vjeç, 8 vjeç. Pastaj mendon që ora ka qenë Aleksandri në moshën time, ka qenë mbreti gjithë botës edhe iku me duar bosh. Pastaj shikon në një tjetër, në një tip të pasur, të fuqishëm, të pushtetshëm që e shkruan historia, po s'e mori gjë me vete. La diçka një perandori e cila u shkatrua nga pasardhësit bla bla bla. Të mbush kjo nuk të mbush. Që duhet gjesh, duhet të krijosh vetes tënde idera se çfarë mund të mbushin ty. Mund të jenë edhe fiktive, mund të jenë edhe idiotësira, mund të jenë edhe gjëra të parealizueshme. Hajde shkruajmë. Beson në këtë teorinë që duhet ti manifestojmë gjëra? Absolutisht po. Po. Sepse unë besoj te eja barabartë me mëcën katror. Okej. Jam autodidakt në filozofi, edhe pse formimi im është shkenca politike, kështu që e kemi prekur dhe filozofinë politike, për të thënë, sa për të thënë, sepse filozofia politike në Fakultetin e Shkencave Sociale është Marksi. Janë disa dalin para dhe të mësojnë Marks. Morin qaf gjithë ato shoqëri që e përqafuan atë doktrinë idiote, vetëm me urrëtie, se është doktrinë e bazuar në urrëtie, nuk ka asnjë lloj gjëje racionale. Në thelb, ata po na marrin veglat e punës. Unë që krijoj këtë, do ta jap me qera aty. Pse do ta fal? Kush jeti për ta falur? Nuk je për këtë, për humanizmin, për dhënien. Jo, unë jam për humanizmin, sepse ndajm humanizmin. A jeti human nëse ti mendoke për shoqërinë, po ti nuk i takon nonën, babën? Jo. Ke parë në një nga këta komunistët flasi për familjen? Si mund të prezumoj unë që ti të më duash mua më shumë se sa familjen tënde? Kur ti nuk e fotografinë e gjyshit, unë baj 7 breza. Eksakt. Te podcasti unë them kemi hapur kishën agregacioni dollarit shenjtë. Është alegoria ime, metaforë, është tallje me gjithë religionin, me të gjithë religionin pa përjashtim. Edhe mbaj përgjegjësi publike për këtë. Para sa ditësh ka kaluar një ligj në parlament që nesër pas nesër fëmijës tim dhe fëmijës tonë do të dalë një psikologe LGBTQ-s dhe i thotë shikoj se në një spazëm ndoshta edhe biologjike të trupit femrës apo të mashkullit mund të ndihet i paplotësuar si burr, nuk mund të ndihet burr. Dhe del tani shpenda dhe i thotë shikoj se ti je në trupin e gabuar. Pa ti japim fëmijëve të patent. Kjo legalizojmë edhe kokainën. Edhe alkoolin. Mirë, po sa përqind beson që është ADN-ja, mirëritja dhe faktorët e tjerë, nëse do të kishte një persone ku beson do anonte më shumë. Të besojmë edhe te fuqia e genit. Nëse mendojmë që kemi një gen të mirë, familja jon ka kontribuar fuqishëm, është edhe një thënie bukur. Kur çuan një fëmijë tek këto mësuesit e shenjtë shpirtëror, i thanë sa vjeç është fëmia yt? 8 vjeç, tha, apo të lutem ta largohuni, sepse ka mbaruar ciklin e formimit. Se do besojmë dhe pak te kjo, duhet të fuqizojmë edhe pak familjen. A mund të ta bëj një pyetje unë për shkak se ky podcast është. Si e shikon ti familjen shqiptare? Tani më? Po. Apo ka hera? Ka hera. Është pa shtyllë kurizore. Është e njëjta gjë. E njëjta gjë. Të betohem. Ka ndryshuar vetëm make-upin. Hipokrizi. Ato besoj. Është hipokrizi. A shkon te familja jote? Po, patjetër. Kam shumë dëshirë të marr këto nuancat e tua më ato që nuk dallojnë, njerëzore, sepse e the një ditë shumë bukur dhe më prekur realisht. Nuk mund ta riformuloj ashtu siç e the ti, po them thelbin ajo që më goditi. Ai dini ju pse jam unë ky që jam sot. Mund të jem i egër, duke film një ofensë që mund ta mendojnë të tjerë atë, kështu të lexojnë era herë si pa brutal. Një çik i hidhur. Përdor edhe sharje era herë. I kemi nevojë me këto? Të shkarkohesh për veten tënde dhe nuk të intereson se çfarë përcjell. Jo. Ajo ka diçka domethënë. A shajmë ne? Gjithë shajmë. Shajmë, po. Të gjithë shajmë. Po. Podcasti im është pasqyrimi i realitetit. Unë nuk jam ditë për ditë i lumtur. As ditë për ditë i qetë, as ditë për ditë me qef për në punë. Por ditë andaj, çfarë është duty, detyra, do ikim punë, sepse është puna ime. Jam i lodhur apo sa mi lodhur, ta kisha menduar para se ta hapja. Unë a shaj, po shaj. A jam unë një djalë që jam i respektueshëm familjet e miqësive të mia, po jam, sepse ja kam bërë vendin vetes dhe këtë ja quaj atribute familjes time. Edukatën që më ka dhënë, kupton? Edhe atë që kam dashur me Marse, nga gjëmbi del trëndafili, nga trëndafili del gjëmbi, po. Domethënë jemi të gjithë perfekt, nuk jemi perfekt.
Unë e them atë siç ndjem natyrshëm, jo organik, po. Është shumë e qartë kjo. Ne gazetarët nuk mund të flasim në mikrofon njësoj sikurse flasim në shtëpi apo në lagje. Unë e bëj te News 24 këtë lloj filtri. Okej. Është televizion kombëtar, ka rregullat e veta, ka etikën, është një mënyrë slang për të treguar një audiencë e cila nuk pret gashin televizion me kollare. Pret podcastin e gashit. Dhe podcasti i gashit është fix podcast American style, pa skenar, pa censur, edhe flitet lirshëm. Mund të flasësh për çfarë duash. Nuk e kam unë 6 orë regjistrime për të nxjerrë 25 minuta. Me pyetje, i do ti fëmijët e tu? Jo, nuk i do. Imagjino, po të më pyesi më njëri nga ato që qarkullojnë lart e poshtë, që hapin podcaste, i do ti gash fëmijët e tu? Jo, nuk i do. I bën aksidentalisht, po s'do ta abortoja, s'mla gruaja. Ti thosh kështu ta fikësh fare. Çfarë është kjo pyetje? I do ti fëmijët e tu? E do ti nonën dhe babën? Jo, nuk i do. O gash mendon që gazetaria po shkon tek masa? Se ka gazetari? Ti vejmë emër tjetër, ta ndryshojmë, si do ta quanim? Agjencia e propagandës. Ky është Goebbels, gazetaria në Shqipëri sot është kthyer Goebbelsi. Platforma Goebbelsit, Hitlerit, mjeshtrit të propagandës. Arsimet dhe gazetarin. E ke? E kam peng. Në ç'formë? Peng domethënë që më dhimbsen, se janë degeneruar. Kjo lloj shoqërie për ty pça i hidhet apo ka një kërkesë vet? Kjo është pikpyetja ime. Por problemi është si ti nisë me trurin apo jo? Pse e kam quajtur unë tru? Sepse truri është arma më e fortë që ata zotrojnë tonën. Ata nuk mund ta kenë dot fizikisht, po ndjekin çdo lloj formati të ndryshëm për ta zhbërë atë, për t'i djegur neuronet. Edhe realisht populli shqiptar ja kanë hequr, jemi popull zombish, jemi popull pa tru. Si do shkem nga zemra? Çfarë pretendon ti kur nuk kam më burra? Nuk po flas gjenetikisht. A je burr? Unë burr jam edhe me rrë të madhe. Po atëherë pse thua nuk ka burra? Po s'ka më burra shteti më, unë po e bëj time na. Ja tani para se të hynim këtu neve, ndaloj një burr. Po ta ngrije zërin për neve, vllajtash, na muj ulçinakullu, bashkohutje. Sepse shqiptari do bëhu ti hero, bëhu ti emë rrugë me George Bushin kamës. Thua ti se unë jetën time e kam për të nxjerr famë, unë e urrej famën e neveris, sidomos famën shqiprinjë, që është idioteske kompleta. Ti zbërthejmë që i këta terma. Fama në Shqipëri është idioteske. Po misioni im është desi lumt, në kupton mbarimin apo jo. Po. Po kur është në fillimin e jetës vet, siç jam unë te 30-tat, ke një gap apo jo. Çfarë nuk kuptoni kur thua do vdesi lumtur? Do ta mbush me plotësim gjithë të pjesën në mes, in between. Edhe ky është qëllimi, bra. Kur thamë të vdesi lumtur është metaforë. E di mos s'pend kuptoj lufta jote. Lufta gashit është të luftoj hipokrizin. Ndryshe nga prindrit tanë që nuk e kuptonin dot se çfarë sjell dy idiot që bëhen bashk, që sjellin këtë lloj sisteme, unë e di. A mund të pyes mami dhe babi jot si kanë pas votet e tyre të brendshme perceptive të mirëritjes tënde? Puqeshin, a ishin të barez larguar ftohtësisht, si kanë qenë ato në raport me ty? Mami ka qenë më dikt. Më e dhëm pas nesër, ne jemi familje çunash, do doja shumë të kisha të madhe. Mirë, okay, më mirë ti duash se sa simpati. Ata që ata që si du fare. Është më lart. Domethënë më është shumë e thjeshtë. O të dua, s'të dua. Domethënë kam një shprehje, o jam shtatzan, o nuk je shtatzan. Nuk ka jam çik shtatzan. O të dua, s'të du vlla. E mirë, këto që do ti si janë këto që do? Këta që duan janë I do me tru apo me zemër? Me të dyja. Disa ngrin në pjedestal trurin, disa mohojnë në zemrën e quajnë thjesht një muskull. Ti në cilën qasje je? Unë jam te truri. Te truri. Te vendimet e mia jam te truri, jam racionale. Ja kam kuptuar herët që zemra të çon në drejtime të gabuara. Është emocion që është edhe i gënjeshët më herë, sepse neve ja fiksojnë vetes. Zemra e manipulon trurin po doj. Po ja lejo vetim sakt. Kurse truri është racional. Duhet jemi gjithmonë racional në vendime. Unë mendoj se unë zgjedh racionale, po nuk është se e jap si recetë, secili e njeh veten e vetëm edhe se si funksionon më mirë. Unë kam te racionaliteti, pra, është një filozofi japoneze, se unë dashuroj filozofinë japoneze, Ikigai, përgatitur për më të keqen. Edhe që do të desë një ditë prindri, do ta përgatitesh veten. Unë këtu nuk përgatitem dot. Do më ndihmosh? Po. Si? Mendoj për ditët e fillo çaje, un kam qarë për të parë. E ke seriozisht? Po, për zotin. Ti mendon se je jetim. Në atë moment je jetim, aty e kupton që je jetim. Për zotin. Është e tepërt. Edhe pasi e kam kaluar, atë mendoja se kur një ditë të fusën në time më dhe ti madhe, kupton? Fillon qana, kupton? Ke atë zbrastin mrena vetes. Fillon të mëson veten me atë. Domethënë që largo Zot ajo didovi se nuk i shmangemi dot. Kur të vija e ditë je më i përgatitur shpirtërisht, pra nuk t'i ka mendja kokës, nuk humbet veten. Edhe pse unë jam i bindur që me ikën në një njeriu të dashur, pashme atë ikën në një pjesë e jotja, që nuk vjen më kurrë, kupton? Edhe nuk është vetëm te familja, se ne kam mikesha që i dashuroj, i kam shpirt, kupton? Jap gjakun për ato, apo miq, që i kam parë që kanë vendosur mua para vetes shumë herë për interesa, që është shumë e rrallë në ditët e sotme që tjetri të sakrifikohet për ty, ose të vendosit ty para interesave të veta, sepse ai mendon
që ti e ke nevojën tash për të suportuar. Edhe për këto jam i bekuar, në rrafshin personal unë jam i bekuar, sepse kam 5 njerëz që më duan vërtet, për atë që jam, pa më thonë ndrysho këtë, ndrysho atë, mi ka marrë të mirëqenia ato që kam defekte, se gjithë kemi defekte. Por unë e përgatis vetëm, pra bëj lojra me trurin, që do ndodhe. Do vdesin gjithë ti do esh tek pull vetëm, si do e përballosh. Fillosh qash, jeta është e padrejtë, edhe? Edhe kur ikin këto njerëzit afër, ti ke një besim, ke një bindje, si për ty e ka fundin deri tek vdekja, pastaj? Jo, për mua jeta është kudo, kupton, është para, pas dhe tani. Në thel për mua ka vetëm tani. Se s'ka as të shkuar as të tashme, edhe shkuara ka qenë tani. Edhe neve tani kemi jetuar të shkuarën, të ardhmen dhe të tashmen në njëjtën kohë, sepse dim se ku do shkojmë, do mbarojmë emisionin, kemi folur tani që është e shkuara dhe jemi duke folur që është e ardhme, po ti kompresosh të treja këto, është e njëjta gjë, është e tashme. E kuptoj. Që merr kuptime sepse ashtu kemi bërë neve marrëveshje shoqërore me njëri tjetrin që do ta ndajmë disa gjëra që të kuptojmë, të vendosim një emërus për bashkë. Në kjo është shenjë force nga ana jote? Unë jam shumë empatik edhe pse nuk e jap. E mo këtë empatizmin tënd dua unë. Unë jam shumë empatik edhe pse nuk e jap. Nuk e je vetëm pse? Nuk e jap vetëm. Mendon që përdoret, mendon që abuzohet. Po nuk e meritojnë gjithë apo. Nga krahu tjetër unë e shikoj ndryshe. Mua më pëlqen kur ti shfaq ca nota emocioni, ndjeshmërie, pavarësisht se nëse do lexohesh pastër ti i tëri i atilje, te i fasadës që ke zgjedhur ti shfaqesh, se vetëm nga ndjeshmëria ti kërkon që të ndryshosh, jo rregullat e lojës, po që të ndryshosh gjëra, nuk e pranon këtë lloj realiteti që po t'imponohet, që ti mendon që do rriten nesër fëmijët e tu. Apo jo? Absolutisht. Ke dëshirë një familje. Shikoj se kjo pastaj është dilemë shumë e madhe hamletiane, që të thoja nuk kam qef familje, nuk do ta thoja dot që nuk e kam qef familjen. Sa është probabiliteti që unë të krijoj një familje klasike, se familja vetes time jam dhe unë, se unë kam koncept ndryshëm për familjen, po ta lëm një temë tjetër këtë. Sa është probabiliteti shumë i pakët, sepse duhet të jesh bashkëudhëtare për jetën. Jo seks të mirë 6 muajt e parë, pastaj bëhet siç unë tezës, pastaj fillojnë më merr pampersat e gjitha, pastaj fillon shko se ke fajin ti që ke ndryshuar. A diskutoni shumë ju çunat me njëri tjetrin se gjitha këto besoj janë të përcjellura nga shoqëri, gjithë këto materiale të vogla. Nuk është se nuk kam pasur raporte. Nuk është se nuk kam pasur raporte. Mos krijo diga në zemrën, në mendsinë tënde. Prit, nuk e dihet mu mos vi fare ajo, mu mos jet fare këtë lloj kalibri, mu mos jet ajo e Jo, ajo në qoftë se është në krahun tim s'ka përçën kurrë aty kalibri. Tërësisht një sfond tjetër raporti. Më sill një fond raporti që unë ja fal vetes 20 vjeçin. Që kam bërë vendimet e 20 vjeçit apo 19 vjeçit që isha totalisht në id, isha në dua, më kupton, ego, po nuk ja fal dot vetes 32 vjeç, të bëj gabime idiota, kupton. Tani kështu do më thuash po 42, ai 42 vjeçari do jetë dakord me këtë tanishme? Besoj se do jetë update, nuk është se do ndryshoj shumë. Do jetë updateuar. Soni 2.0. Okej, neve po, ne ndahemi në copa, na duhet një farë kohe për t'i mbledhur, por akoma një kohë më e madhe për t'i riformsuar, për t'i dhënë një tjetër. Unë e kuptoj qëllimin tënd që ti do më i dhon ngjyra edhe errësirës. Realiteti shumë peset. Po sikur them që un kam realitetin tim, do më quash. Absolutisht. Edhe un kam realitetin tim. E pranon, e përqafon? Absolutisht. Apo? Po. E di se është problemi, realiteti jot unë kundërshtoj dot, po unë jam i bindur që pasi ne vetë vendosemi si me njëri tjetrin, do vi një ditë do thuash gasht, do ulemi një ditë për kafe bashkë ta pim se jam acaruar me këtë realitetin tim. Nuk jemi në Danimark, Almira. Vendosim disa standarde. Ne jemi në një shoqëri dekadente. Mirë, neve jemi sot 2 ditë pas datës 22 nëntor, që përkon me datën e abetarës. Ti dhe abetarja, çfarë shkronje ke ngelur? Unë mbaj mend që kam kaluar 1 muaj në spital, 2 muaj në spital në klasë të parë, e kam lënë te P-ja, mami. Te Paqa. Jo, mami i Mirës punon në Pulari, e mbaj mend si tash. Seriozisht e ke? Po. Mami i Mirës Pulari, ja. Edhe e kam studiuar atë lëndën dhe kam studiuar të gjitha në spital, të gjitha lëndët me matematik, me gjitha sepse kam pasur një dashuri të papar për dijen. Edhe vazhdoj ta kem. Reflekton për dijen. Lexoj, e kam lënë pak intensitetin e leximit tani edhe kam bërë shumë gabim. Më thonë mund të sakrifikoj çfarë do lexoj, vetëm atë s'kam për të sakrifikuar më. Sepse kam pas çik ngarkesë edhe është ajo pjesa e agjendës se bëj 3 punë pedagog, news, pak e lodhshme, sepse nuk kam akoma të krijuar një staf të mirë. Pastaj këta tipat që dalin nëse ti nuk ke stafin tënd që kaloj ti nuk je lider e gjitha këta janë bullshit, kanë mësuar 5 gjona në Instagram, citime idiota, s'kan lidhje fare me Marcus Aureliusin, kush është stoik.
me dalë të tipat aktor humori qofte, edhe me dalë me dom mendesh se si të bëhesh milioner, kur gjithë neve dim se si je bë milioner. Këto lloj gjona është neveris. Shko vlla, merr lekët tua ik, se më thënë nuk je Jordan Peterson. Ne është futur në psikoanalizë, flet ty. Ku mbarove DJ Dasmash, në abone ti për libra, ati te ku bëu milioner. Ti dhe me Andrea, Bektusha. Ema Andrea për mua është një ikon. Absolutisht. Edhe unë du fort, nuk e njoh personalisht Andrean, po unë dashuroj atë lloj femrën si nocion. Është nocioni i femrave shqiptare. Ja pra, pas kërka një grua të admirueshme. Do ketë edhe të tjera nëse do nisim. Ema Andrea është e dashurueshme. Pra kështu është pak a shumë profili yt për një vajzë, për një grua që të jetë afër teje. Ema Andrea është akademia arteve, pedagoge, gjitha me radhë, ka bot kuptim, demonologje, gjitha. Kam 5 vjet media, unë 20 vjet ti. Pse nuk pas kemi neve atë ngritje nga këtu, sepse o duhet shkosh me seksualisht me ndonjë nga këta të mëdhenj, ose duhet bësh. Po tani 1 milion euro në parë thoshem Berlusconi mos më pyese se pastaj ti tregon vet. Tani e ke pasur kandidat për kryetar bashkie të ndjerin Sokol Uldashe. E ke pas çunteze valla. Ose kam çunteze ministrin e brendshëm. E nuk pas ke pasur ti benefite? Domethënë thuaj që nuk e pasur benefite kaq danezje, jo monetare. Connectiona, se connectioni është pasuri, nuk është 1.000 euro që po t'japon ty tani nuk të zgjidhin jetën, po me të mësu ty se si nxirre 1.000 euro për ditë ajo të zgjidh jetën. Apo e kam gabim? Jo, se ke gabim. Edhe është e njëjta gjë pra. Pra mos na shit vlla se ne jemi një popull e kam bërë para disa ditësh me Begon, Gent Begon që e du shumë edhe përshëndet si këtu, në RTS-shë. E kam bërë vlla edhe nuk mund të na thonë dot neve ti e meriton ti je i varfër, sepse nuk kemi startën e barabartë valla. Tu jemi kasta indiane. Tu lindi varfër, je i dënuar desësh i varfër. Ai që punon tokën në Lushnjë, në Qerm, në Berat, në Lezhë, në Fier, në Vlorë, çfarë po i bën shteti këtij për që ta meritoj ky atë? Apo e punon tokën? Apo i hedh prodhimet po kalben sepse neve kemi vëllezërit tan serb që ja marrim gjithë furnizimet. Edhe ky popull nuk reagon. Edhe shkon mbush sallat, e çdo lloj delinkuenti, ose kam asnjë lloj gjëje personale me atë zotrinë, nuk kemi asnjë lloj pike tangenciale me njëri tjetrin. As të bot kuptim, as të burrni, as në lloj gjëje tjetër. Nuk kemi asnjë lloj fërkimi. Biles tani mund të dalun i keqe dhe mund të dalin gojrat e ligra që po e xhelozoj, zero xhelozi për ato. Por më ka fyer inteligjencën se unë jam publik. Duke punuar nga 3 puna mezi sa mbyll muajin, tregoke ti mua unë e meritoj të çekam i varfër. Unë e meritokam se nuk i pikam sahanin shefave apo pedagogëve apo në pronari televizioni apo në nga këta gazetare që kanë 30 vjet po vdesen karrige, s'po e lëshojnë karrigen, apo deputetëve. Një dorë puthon, është nonës time, nuk putha si dorë. Jo, njerëzit duhet ta dëgjojnë. Jo, pa diskutim. Sa realitete duhet të dëgjojnë, themi gjëna drejt. Absolutisht nuk them jo. Të pakan ç'e mendoj unë se mbase unë jam gabim po. Nuk them jo. Mendoj se jam drejt e kjo pjesë. Nuk them jo, po pse nuk zgjohen, pse nuk reagojnë prapë? Edhe në të tilla formate ku fjala e lirë thuhet, mendimi frigohet. Sa vjet ke në media? Ke 20 vjet. Po kam pra po 20 po. 20 vjet. Në 20 vjet ke dëgjuar një ideal ti ose vajzë ose burr ose grua që si duash, gjyshe, që të thoj unë të gjithën e bëj për veten time, mua nuk më ka rezultuar. Vetëm një që jam unë, në kam thënë po, për çaj bën këtë zotrita, për gjithë revolt për veten, sepse unë jam individualist, jam lojtar skuadre kur ka skuadër. Po nëse secili që kanë llogoret e veta, hajde se punojmë lojtar tek gjithë, se do të bëjmë skuadrën kur skuadra është bosh. E bëj për veten, për të pasuruar vet, për të ngritur emrin tim dhe dashni madh i Zot. Dashni madh i Zot, kjo është lutja ime, xhepat e mi u bëfshin burim lumturie për tjerët, sepse e kam unë vetë në dorë. Po se bona unë për veten, çfarë do besosh ti? Gashi do vej tani po hedh kryeministrin me 4 milion lek, Gashi si kryeministër do duhet të mbaj 10 miliard buxhet pa e futur gishtin, po duhet të jetë idiotësi, se ne marrim 1.000 euro për një transmetim. Të dashur njerëz, hajde ta bëjmë një referendum, të ngrem çik rrogat, të ndryshojmë çik ligjet, t'ia çosh kryeministrit 400.000 euro në vit rrogën, edhe i thush qofse ti merr një dhurat më shumë se 100 euro ti je për trafik kombëtare me burgim përjetshëm edhe shikojte. Qofse nuk të dalin dhe 400.000 euro në vit, po dhe të pretendosh me 3 milion lek rrog, të mbaj buxhetin e shtetit, nuk e pretendoj si djath. Sepse si thot Donald Trumpi, më paguaj si duon, sa duon ta bëj punën si do ti. Nuk gash po më fal kur të veshin her pas here kështu ngjyresa politike që thon Gashi është me këtë, është me atë. Doje të mos futesh e fare në. Mua do të pëlqente mos të konfigurohesh në asnjë nga këto testerat që njerëzit kanë dëshirë të futen. Kur thoshin që ti ushtari Berishës, bla bla bla, unë Berishës i kam marr, ai sa më ka marr ai mua. Nga figura Berishës, unë krijova posturën time si një politikan i ri. Berisha ka qenë gjithmonë dieni të lëvizjes time, sepse është ujk i vjetër, ka nuhatja.
I ka volitur sepse i është dashur energjia ime. Super. Sali Berisha dhe Shpend Gashi kanë mbajtur një marrëdhënie totalisht simbiotike me njëri tjetrin. Dhe unë Sali Berishën e kam refuzuar në 3 gjëra për të marrë pjesë në partinë e tij. Dhe unë jam larguar pasi unë hap partia. Pra kur ishte parti legale me logo Pepsi, unë bëja luftën time kundër Ramës, që nuk mund të zhduket opozita me një vul. Kur e pash që kur u hap partia dhe u futën krunde dhe gaforret prap, s'kam vend aty, s'është partia ime. Si është partia jote? Në QS, e marrim, e supozojmë, si do të ishte një partia jote? Partia ime do ishte me bazë kombëtare. Okej. Do ishte totalisht me bazë kombëtare, do ishte Kush janë anti-BE. kriteret që duhet i bashkojmë kësaj partisë tënde? Do të jesh anti-BE. Okej, janë të bëja, po. Do të jesh euroskeptik. Kemi neve ca gjëra për t'i kërkuar BE-s që të na i plotësojnë njëri, jo vetëm BE-ja ta kërkojnë neve. Okej, po Sepse siç ka thënë Gjergj Fishta, moj Europë, moj ashtu e motit. Edhe për mua heroi kombëtare Gjergj Fishta, nuk është Gjergj Kastrioti, po nejse pa principa. Këtë përfaqësues nga Janina Selaniku, pra Greqia, Maqedonia Veriut, Gostivari, Shkupi, Tetova, Struga, nga Kosova, Dardania, nga Malizi, Gucia dhe Plava, dhe Medveq, Bujanovc, Preshev. Edhe duhet të jetë me pares inter pares ose primus inter pares, të ketë një tavolinë arturiane. Mos të ketë asnjë lloj njeriu vendim. Edhe unë që do jem kryetari që po e hap, edhe mua të ketë check-and balance brenda që mos bëj dot në 100% gjërave që dua. Dhe të jetë me aksione. Pra nëse vjen Almira tek unë, del për çdo të arsimi. Ti do krijosh 20% e strukturave të partisë për arsimin. Është e ty vlla, delegohet ty puna. Se unë po ti boja vetë gjithë as nduhesh e ti. Është me vetë financim e gjitha kjo nga i presimtar. Ideja është nga diaspora, mos siç e kam hapur unë te podcasti. Podcasti im financohet nga diaspora dhe nga bizneset të vogla të diasporës, po prap. Por në momentin që ti ke transparencë dhe nuk i vjedh ato për der makina, të dërgojnë njerëzit lek. Si puna e këtyre deputetëve tanë që 90% janë pa punë. Kam vetëm punën e deputetit, se din çfarë të bëjnë me jetën. Edhe po su morë me politikë. Minimalisht do shkruaj. Do shkruash. Kur janë bërë gjithë ta, po votojnë libra. Po nga ana tjetër thua, shikoj se kur pas ka rënë kaq standardi, mund të bëj edhe unë një libër me ChatGPT dhe unë. Qëndrojmë te shkrimi tani për te mërzis, për te Neveria është më e bukur, më pëlqen. Akoma dhe neveri është akoma dhe më rënd duket mua. Neveria po. Kam neveri patologjike. Ti ke nevojë sa për të përqafuar dhe për ta çuar botën në ndyrje. Të përqafimet jam specifik të përqafimet. Të tipit? I vuaj shumë të aromat dhe du aromat mira. Përqafimi flet më shumë se sa edhe një puthje, edhe një fjalë mirë. Shikoj Gashi se ti jep kë narcizoid. Pastaj kur ti jep pyet ç'është narcizoidi, e di ke idenë se ç'është narcizoidi o ti gjë e zgjuar? Po jo se ashtu më dukesh. Ore di ç'është, jo se di. Lexoj edhe fillo prap. Iku kjo narcizoide. Ti Gash ke nevojë për dashuri. Ku e di ti valla? Po se ti nuk qesh. Po duhet të ketë një arsye për të qeshur. Qesh kot, si idiot. Luaj me humorin tat vlla, je shumë grop në humor, nuk më bën për të qeshur. Janë njerëz që duan patjetër të japin një problem për çdo zgjidhje. Ose ti je ashpër shumë, po brenda kësaj ashpërsisë gjendet një lule që nuk po, edhe un kam dritë brenda vetes. Po ti s'ke për ta pa kurrë, kupton? Për aq kosa nuk po e shikon. Pse duhet të bësh romanticizma? I them studentëve të mi. Ore, hajde më thuaj nuk duhet me ardh. Ma thuaj mos më ofendoj inteligjencën të gënjesh sikur po ma fut. Shuj edhe në auditor? Po. Fole troshë çka ke për të, nuk ka marr, nuk më pëlqen lënda jote. Ke marr 100% respektit, se je burra vlla, e thua nuk më pëlqen diçka. Po mos majde me duplicitet, ndryshe ndihesh, ndryshe sillesh, ndryshe sillesh mua, ndryshe flet pas krave. A ka atje student që të pëlqejnë, që përkojnë me mendsinë tënde? Kam njohur mendje brillante. Brillante në dije apo edhe në funksionalitet? Në shpirt, në kulturë, në qasje. E ke afër te janë jetën e përditshme? Ton qoftë në bashkëpunime apo nuk e di. Na ka largu jeta se njëri ka ikur. Orlando Xhebexhia ka ikur shqyr zotit në Prag. Shqyr zotit që ka ikur? Po, sepse shqyr zotit që ka ikur sepse ai djali ishte talent, edhe dogjë vitin e parë se nuk ishin ekonomi të mirë nga familja, i ndodhen ca tragjedira në familje. Punoi si kafshë dhe fitoi bursën jashtë, edhe zoti ja bof mbar. Amin. Në ana tjetër Tet Paço, i studenti im, fenomenal. Flisim për Iliadën bashkë, për Homerin, për... Na duhet vërtet, kjo është thjesht nga ana duhet flasim për Iliadën, për Homerin, për librat, pse? Sepse mitologjia të shpjegon të gjithë komplekset që ka shoqëria sot. Në cilat tavolina. Me këtë diskutojmë, unë ndjej nevojën për diskutuar për librat, për filma, për shumë fenomene, me këtë diskutoj. Ka gjë më të bukur se sa shpreha e Akilit që i thot kushërirës sektorit, se harrova emrin asaj pritëreshës. Jetoj jetën ta, qeshu, sepse neve njerëzit perëndit na kanë zilis, jemi vdekatar. Ose Priami me Akilin që për mua është ndoshta komunikimi më i madh i botës, ai dialogu është dialog. Është dialog, nuk di ta citoj se nuk jam poet, po. I rashta kryqe tërthorta për të ardhur, për të takuar njeriu me duart e cilit u vra djali im tha. Dhe ato duarën tani do t'i puth.
Ndërkohë që Akili, që është Akili, po flasim për Akilin, luftari më të madh që ka nxjerr bota, fillon të ranë gjunjët e po qante bashkë me atë, a kupton? Ose takimi i Hektorit me Akilin, që i thot Patroklin nuk e vrava si ushtar, i dhash i vdekje denj, pa dhimbje. E ngulash vet, u mora vet, pra janë disa kode burrnore që njerëzit i kanë humbur. Që mua pëlqejnë. Domethënë ka disa nga ato pasazhe ti mëson shumë. Për shembull, lexon meditimet e Marcus Aureliusit. Dashurinë e mësova nga nëna, diturinë e mësova nga babai. Domethënë e kupton si nis rrëfimi ti. E nis me dashuri nga nëna, dituri nga baba. Ky studenti ju dashka idioti TikTokut që shan idiotin tjetër TikTokut apo të lexoj Liagën. Midis dy idiotësive, zgjidha të më cilësore në vëlla. Unë të pyeta me këtë diskutojmë ku të shprehim dijen tonë, po skepticizmat, mënyrën e të perceptuar. Në jetën e përditshme ne nuk po kemi më miq, të cilët jo që nuk po lexojnë, por nuk kanë as dëshirë, nëse ti do të citosh diçka, ti do thuash një nga devizat që ka ndërtuar jetën tënde, but kuptimin e herës edhe ofendohemi. Tash bësh shoqëri konsumatoriste, a kupton? Gjithë duan të konsumojnë diçka. Me 100.000 lekë ti merr 5 libra të Dostojevskit. Edhe ke çelca të minimalisht po bën dialog me një person i cili ka qenë shumë i thellë. Okay. Pra këtu po vete bota te konsumatorizmi, te luksi. Rolexin e mban një biznesmen, nuk e mban dot një spaçator. Edhe qëllon që ai biznesmeni që ka shumë lekë, Tem Ramadanin që unë e du shumë edhe pse nuk e njoh. Është miliardera ai qarkullon ka turnover 600 milionë euro në vit në Sloveni. Me nikelin, me hekurin, me gjitha me ra. Ke dashur që ta kesh në emision? Nuk e kam ftuar sepse nuk di se ku ta kap atë, se janë këta lloj personazhe që po janë shumë për zemër, që jam i bindur që po ti shkruaj Tem Ramadanit më vjen. Domethënë do pranoj që të vi sepse mendoj se jam djalë i mirë, nuk se jam djalë i keq. Po nga ana tjetër do ma shtyj se ka punë të veta, unë nuk i them tani do të aty lërti punët tua, hajde tek unë. Se është kosto për ata. E kuptoj. Kosto koha, atë ka koston reale, si llogaritmë lekët. I ka sklever legët ai do vetëm kohën tani, shëndetin mendore të gjitha me radhë. Kur shikoni Tem Ramadanin që është i veshur si djali i ri, i thjesht fare pasi lloj logo, ti mendon që ky zotëria vlen 600 milionë euro, vlen 1 miliard euro ky tipi. Është i thjesht, me dashuri, përgjigjet, të dëgjon hallin. Edhe shikon këta, se s'do më thonë një fjalë pejorative. Si mund të vishësh ti me Philip Plein 50 vjeç burr? Më citove shumë bukur Mark Aurelin. Nga baba diturin, 3 piketa, 3 virtyte. Nga babi unë kam mësuar burrnin. 3 tatush shpirtërore që të padukshme. Burrnin si nocion, burrnin edhe të jetuar. Burrnia është akt. Okej, në raport me, duke filluar me. Okej. Me familjen, me miqsinë e vet, me rrethin shoqëror, me komunitetin. Burrnia. Vlla dashurin. Nuk kam parë njëri që ta doj vllajën e vet më shumë se e do babi im vllajën e vet. Edhe ma ka transmetuar dhe mua te Andi, a kupton? Dhe dashurin për nënën. Ka pasur një dashuri të iskajshme, po të shëndetshme, jo toksike për gjyshen time që maman e veta. Kurse nga mami është për neve çunat mami është kaos, është ndërthurje shumë djenjash. Është i vetmi njeri që ti nuk mund ta kesh dot i natë valla. O ti njeriu më i keq në botë. Logjika jote ty çon që thua shikoj se duke parë mamin e Almirës, mamin e Shpendit, mamin e tjetrit që kanë një sjellje ndryshe me fëmijët e tyre, kur shikon që sjellja e mamas tënde ka një anomali karshite, trurit e çon që shikoj se nuk prindëron mirë kjo e imja. Po zemra pastaj është vetëm te nëna. Ja, ku e pas ka luksin zemra të mbisotroj. Po, te nëna, po. Vetëm te nëna, po shumë e madhe kjo që the. Te nëna, po, jo se du me dalun se ti e ke kuptuar që vetëm për klishe nuk. Mami është ajo që është femra e parë që ti dashuron jetën tënde. Ne zhveshim nga komplekset. Po. Ti e dashuron, domethënë ke një lloj dashurie që ndoshta sipas Freudit apo Jungut ka bazë seksuale, po që nuk është eros, si është në gjë tjetër, është psikopatia. Pra ti atë persone do parë syje valla. Edhe ajo të do parë syje. A mund të jenë këto impulse seksuale nga psikoanaliza gjitha me radhë, ha diskutim. Po unë nuk jam aq i majt sa të mendoj që duhet vratesh babën edhe duhet të përdhunosh nënën që të dalësh vetë në jetë, kupton? Nuk jam te kjo pjesa, hyj te pjesa tjetër që ka një lloj hierarkie. Unë mund të jem i pari botës, mund të jem mbreti i Shqipërisë, mund t'i çojmë vetëm nonës edhe babës tim, i çojmë alofronin. Sepse nuk më rrezikon ekzistenca babës, më plotson ekzistenca babës në jetë. Po e vllajt? Kurse vllai pastaj është dritësyri për mua, kupton? Andi është dashuria ime, domethënë kur e shikoj Andin bëhet fumeto me zemra.
edhe kur e shikoj kështu. Kam një lloj dashurie të Ai s'është si ty besoj, a? Jo, është 180 gradë, është 180 gradë ndryshe është. Është më introvert, më E marr me mend. Po mami në e ke lodhur ti më shumë besoj? Jo. Apo jo? Këtë rebelizmin, këtë shpatën, ne ke pasur qyrsherët apo? Po. Këtë ka vojtur tek unë. Këtë ka vojtur se ky bën me kokën e vet. Të ka frikë rajërës, duke në këtë shoqërinë e sotme. Për çka ke që flet. Ndonjëherë nuk duhet. Po gash, se dua ta them edhe unë. Pse nuk e frik për diçka? Po do më diplomojnë edhe po më vran, do më diplomojnë, do shkoj direkt në Parajs. Nuk kam se të bëj ca vite që të shlaj një gabim që mund të kem bën jetën e shkuar. Po të dalim në trim na diplomoj. Marri gjunajt e mia, të shkoj në Parajs direkt. Ç'a po bëj un gabim pas? Jo, të tjerat nuk logjikojnë si ty. Pra duan që mos përmendet emri, përmend emra, jo më përmend emra. Mos fol, mos bë, mos. Me këta leburusha sweet gangsterat e Facebookut e TikTokut. Po mendoj si një mam tani që ka frikë për jetën e djalit saj, ka frikë për përditshmërinë, ka frikë se edhe mos të konfliktojë fizikisht, se dhe kjo është një tjetër aspekt mëmësor, që mama është gjithkohës në alert, apo jo? Ndërkohë që vllai tjetër e ka më rahat. Mamat tona kanë bën një gabim, se janë edukimi tyre që ka sjell ta lloj burra sot. Nënat duhet i thon djalit, shkove në luftë. Ose më hajde mbi parzmore, ose mos më hajde fare. Në lër t'jem burr pra. Kjo është nocioni im. Nuk e pranoj kur diktatin as të Edi Ramës, as Ali Berishës, as në një Rame apo Berishë tjetër. Sepse këta pasurojnë gjithë neve varfër. Po i lëm ato në punët e veta, as zgjidhim vazhdojmë hallet tona, kemi gjërat tona. Ditë përdorësh armë. Ke dashur ndonjëherë për të të lidhë me mitologjinë? I dashuroj armët, që i vogël kam luajtur me ushtarët. Përveçohet e ushtarët plastik boja kështu formacione gjitha, pastaj e kuptova që pas ka manifestuar ai shumë atë se mbarova shkenca politike, në gjeopolitik, geostrategji, marrëdhënie ndërkombëtare, lufta e gjitha me radhë dhe më ka rrethuar ky lloj realitetin në mendjen time, pra luftë ka zona zjarri. Lufta më e madhe shpirtërore, ka thënë Albert Einstein, atë nuk e kam thënë unë. Ka vetëm një gjë që është më e fuqishme se sa ndarja e atomit. Është fuqia e dashurisë. Çdo nën ka drejt merakosët për djalin e vet. Por nëna duhet të jetë krenar me arritjet që ka bu djali, pa ja ulur kokën familjes. Unë kaq kam për detyrë për borxh prindërve të mia, domethënë nuk i ka ardhur njëri të trokasë në derë, të thotë që djalin e ke legjende, ke mashtruese, ke kështu e ke ashtu. Të gjithëve fjalëve u dal për Zot, çatem publikisht u dal për Zot. I kemi parë ta tipat që kur flas unë bëjnë asnjë lloj reagimi. Kur merret në një tjetër fillojnë bëjnë ping-pong sepse unë ta pres shkurt. Mirë të ndjekin ato ty, mama, baba? Mami jo shumë. Emisioni nuk dihet kur fillon e mbaron. Mami jo shumë. Pse jo shumë? Bëhet me tension se është gjithmonë kritike për shembull. Mami më dërgon mesazhe, për shembull, ja një lloj mesazhi që dërgon mami që të lutem. Ajo rën faktin që jam duke folur tash për atë këtu. Isha unë tani duke folur me avokatin. Po përmendni mamin e avokatit, mamin tim. Mami, o ti je i çmendur thot. Mos ki merak se dhe unë si shefkia do përfundoj me një djalë të vogël 55 vjeçar i parritur i nënës. Ja, ktheve publikisht përgjigjen apo jo? Mba mund ato këngët e vjetra. Mos u bëj gangster me mamin, e tjera me radhë. Çuni është gjithmonë kështu, është i bindur, është i ndjeshëm, nuk ja kthen, nuk debaton. Debatojmë. Po debatojë se nuk debatojë se semi hipokritash neve. Po më nga ndjeshmëria, ndonjëherë zgjedhim edhe teshtim. Vetëm mund e mami im jemi, jo, se ka çona që gjithë çonat duan nonat e veta. Të gjithë bëjmë sherra në shtëpi. Por unë kam zgjedhur një tjetër që koha po kalon, ka raste që shikoj një gjumë natën, se unë vetë vonë në shtëpi, edhe krijoj kujtime. Arri vetëm të shikoj, kupton. Si flen si po, për zotin. Arri 2 minuta, 3 minuta shikoj kur flen gjumë edhe iki pastaj. Tani do çaj. Jo. Do çaj unë jo ti. Çaj 5 minuta. Edhe kjo është. Sa pëlqeu shumë. Domethënë, unë jam i dashur në shtëpi. Jam ndryshe nga çam në jetën e përditshme tek njerëzit që më njohin, se tek ata njerëz nuk kam buroja fare. Çfarë të mburojmë nga baba im, nga mama ime. Ata vetëm dashuri më japin. Edhe në atë formën që unë ndoshta se kuptoj ndonjëherë, duket formë arkaike, formë idioteske ndonjëherë, kupton, komuniste, po prap ma duan të keqen. Po mirë, një gjë s'ma the edhe kështu që themi gati drejt fundit. Gjërat vockla të cilat në këtë puzzle-in të ndjetës të kanë krijuar këtë rebelizmin, njeriu që shpërthen, është i pakënaqur, ka pasur momente të tilla. Të rira. Të momente jo të mira ndoshta në jetën tënde që do doje ti flisnim. Ora mua nuk më ka ndodhur ndonjë gjë në jetën time që të kem këtë lloj revolte, ose
Këtë lloj, më thënë njerëzit patjetërisht do të bëjnë viktim ty për të justifikuar sjelljen tënde. Jo më vëlla, unë thjesht jam një njeri i lirë, që kam lidhur 93-shin, në asnjë lloj milisekondi në komunizëm dhe nuk lejoj asnjë lloj ma privoj mua të drejtën time për të qenë i lirë. Kaq. Ti beson që ke qenë i lirë edhe në 93-shin e tutja? Unë jam i lirë në mendjen time, më ti po do më privu mendjen. Dhe si ma ke privu lirin di mund duke i ngrënë trurin gjithë njerëzve që na rrethojnë. Për të ngrihem. Se nëse pas nesër du me bo fëmijën, ku ta rrisësh këtu? Ku ta rrisësh? A ti në bëhet e që nuk do qasesha? Po s'do qasem, nuk do qasem, ti e dashur tani. Mëson një dy herë vundet nordike, ndoshta i mendon si shembull më pozitiv të? Me gjithë respektin që unë kam për qenë njerëzore, BE-ja është burrëruar nga fillim në fund. Nuk e se ka qenë ndonjëherë më mirë Europa, se Europa, ta thash shprehjen e fishtës, po tani nuk ka më burra, ka burra që veshin fustane grash. Korat e mira sillin burra të këqinj. Burrat e këqinj sillin korat e vështira, korat e vështira sillin burrat të mëdhenj. Neve jemi vetëm kjo shpresë më ban. Ka vajtur spangoja deri në atë lloj faze që nevoja ka për të nxjerrë ca burra valla. Disa mentorë thonë që sistemi njerëzor është ndoshta në pikën e vlimit dhe pas kësaj bota mund të ridimensionohet, mund të jemi në ato limite të së keqes, ka filluar edhe zgjimi shpirtëror. E beson ti këtë? Absolutisht po. Okej, kështu që nëse jemi në këtë fazë, kemi shpresë akoma. Apo ja. Është shumë shkurt të cikja këtë Europën, e simpatizon për diçka, e vlerëson në aspektin kulturor. Unë hyj tek ata lloj personash që do fokusohem tek mitologji apo mitologji kanë bërë dhe këta. Unë hyj tek ata persona që mendoj se Europa i ka marrë kulturës arabe çdo gjë që ne njohim sot. Dhe këto ka me fakte historike, nuk është Hipokrati babai i Meksikës, është Ibn Sina. Numra që kemi mësuar sot, astronomin, astrologjin, e gjitha merat vinë nga bota arabe, lindore, oriente. Nuk vjen nga barbarët. Francezët akoma nuk e din që Parisin e ka ndërtu Napoleoni, nuk e ndërtoi Luigi. Ma ka thënë Çani këtë shprehen. E di pse është simboli kombëtar kinez gjeli, sepse gjeli francez, edhe pse i të zhytura këmbët në fekale, përsëri do këndoj. Krenaria franceze. Që të regona që Parisi ka qenë totalisht me balte dhe me fekale i gjithi. Edhe ka ndërtuar Napoleoni, e gjente libri Alistair Horn, epoka e arta Napoleonit që në paqen e madhe për 7 vjetësh ndërtoi gjithë Francën me harkun e triumfit, me gjitha merat. Pra ishte Napoleoni cili kishte dashuri për arkeologjin egjiptiane, egjiptologjin. Kë kanë nxjerr? Roma civilization është qytetëri, nuk është perëndimore. Është qytetërim, Roma i shtrihen lindje dhe në perëndim. Mirë, po Shqipëria? Shqipëria është një vend. Arbëria, Iliria, kemi një figurë sikurse përmendëm. Po, ne kemi pasur. Kë kemi pasur? Kush ka qenë për ty realisht i vlefshëm për tu hedhur edhe për tu shqyrtuar si figurë? Ndoshta e pa njohur dhe pa ja ditur gjithas paletat e merit. Ka shumë është Nicola Thomai, Nicola Tomeo në Firenze që ka ndërtuar, është arkitekt shqiptar që ka ndërtuar për burr lufte. Për burr lufte ne kena pasur shumë, po më genial se më genial se Gjergj Kastrioti për strateg lufte nuk ka nxjerr këtë tokë. Mund të themi që ka qenë edhe Aleksandri Madh i Maqedonisë, që e quajnë Maqedonisë. Maqedonia nuk ka ekzistuar si nocion, ka qenë Trakia, Maqedonia është krahin. E kemi tonin? Jo, nuk e kemi tonin. Po thjesht ka qenë nga fiset ilire, të cilat fatmirësisht neve dhe fatkeqësisht për ata që na kanë neve pasardhës mund të krenohemi. Por unë do të bëja një pyetje ty të fundit fare. Do ma bësh ti mua. Okej. Meqense po flisim për ilirët dhe për pellazgët, po të ishin gjallë pellazgët dhe ilirët, a do na pranonin si pasardhësit e vet? Sigurisht që jo. E mbyllim. Tek shumë mbyllet. Nëse mbyllet më të qeshur. Gash. Unë e shijova. Si do që ta sjellësh ti, unë do t'i përshtatesha. Që tregoj Holmesit një pikë ujë dhe ai do të nxjerrë përfundimin e ekzistencës së oqeanit, ndërsa më tregon mua për një pikë ujë dhe unë do të çoj ke rubineti. Apo ja, faleminderit Gash. Je shumë e mirë, sa më shumë sukses. Faleminderit. Edhe të vazhdoj të rritet në mënyrë kualitative audienca. Faleminderit. Kualitative është gjithmonë e rëndësishme. Vetëm kualitative. Jo sasiore. Ne të pavullnetshmit, të udhëhequr nga të paditurit. Po bëjmë të pamundurën për mos mirënjohësit. Kemi bërë kaq shumë, për kaq kohë, me kaq pak, tani jemi të kualifikuar të bëjmë çdo gjë pa pasur asgjë. Nga Elmira në mikrofon ju vjen përshëndetja e fundit. Me 4 vargje të më të dashurueshmit
nga gjithë shqiptarët drejtërora gollit i ndrit shpirti aty ku është. Unë kam pas dashuri drejtërojnë. Rrim në kuzhinë, pa ngrënë s'mbesin, na pijet ujë pim, na rritën thonjë ti presim. Përshëndetje nga unë dhe miru pafshim, miru dëgjofshim kudo që ka pacient në kërkim të kurës. Ti me gjas në gëdo monici, s'din si hec nga t'jetë si c'mici, që po kapesh në breg me pralla. Zot një gjatë zot i jetën, pa shikoj e Herkuletën, ajo ty ka me t'kallëzu, se çka t'zit ti ke fitu, mjatë bukrën histori që ke shkrujt për mbi Shqipni. Sot në Shqipni mër lumiku, histori ashtë meteliku. Pse për tjetër, për këtë bes, veç si që ti zaval kres, veç si lan ti kryt gomarit të munu për fis shqiptarit. Këtu në Shqipni gjatë zoti jetën, për valujt vag gjaku letën shilet shtek, e skryhet hall, se kanë zanë shqiptarët atë kangë, aja qenit, pia qenit, edhe birë karadyzenit. Prandaj sot, letrar të shkret, posht, në fund janë lanë pështet, me i grushtmizan kulet, se me shkrime, stërholime, s'mundja mushim me njën kuj, veç kot qesim pet lanuj. Po, a e din mërtun gjatë tjeta, pse libra dhe gazeta, pse historie kanë gardnore sot me sot ndërzo shqiptarit, s'qantu e patun kur farzarit? Mos e diq, du me t'kallzu, në paqëngeti me mligju. Zoti lum, për njerëzit mbar, tu zanë fil në babën e par, e dërmand mramin ren, veç 300 dirhem men, se ma te për supat da. Me ka shmen ta shmërla, a mund të mushen sa e sa koka që për rand, ndoshta i ka toka, besa jo. Përse dhe ashtë ndoj kokë, s'cil si dalin as 6 op, jo se ma 300 dirhem që janë dhamë për njerëz me men. Bre, ma zi, kem pun të i shku, se këto men vin t'u pa ku ka vin krena t'u shtu. O zoti i madhe që prej empirit shehe një tanë pun të njirit, a i mend lehtit bit e Adamit, me ndimu desh këtë rob t'skamit. Dhe ne i thot, një ditë shënkollit, do i kundrun për këti trolli, si hec puna ruzullimit, po bajseri për njerëzimit. Kesu i një herë në kokë, se ata vlazën janë mi tokë, e se sa shfort punë e lëmut, shoqi shoqit mi janë zirë trut, unë kujtoj sa shtjetër sen, që su t'zehet ven e ven, veç pse undava vetë pak men. Prandaj, ullu tash mbi dhe, e me men ngarko një barë, del t'u shitun kushtun me ble. Genial, virtuoz, tituj, përgjegjësi, aftësi, ambicia, karrierë e suksesshme. Genial, virtuoz, tituj, përgjegjësi, ambicie, karrierë e suksesshme, motivim nga pasioni, triumf i vlerave njerëzore. Alfabeti jetësor i një mjeshtri. Alfabeti jetësor i një mjeshtri. Alfabeti jetësor i një mjeshtri.